duke pa pjesëmarrje në fushata qofshin ato lokale, qofshin nacionale, mund të themi që parafërsisht do të njerëzit të njëjtë që të dëgjojnë politikanë të njëjtë në fakt. Sepse kemi pa që secila prej partive politike, viteve të fundit ka pas probleme që t'i mbush sallat, ose kanë organizu takime me qytetarë në salla shumë të vogla. Kjo tregon edhe një rënje përgjithshme të interesimit për aktivitet politik, për pjesëmarrjen në aktivitetet ndryshme politike. Në të njëjtën kohë mendoj që paraqet një farë lloj pjekurie të qytetarëve, të cilët në vitet e mëhershme kanë qenë shumë më entuziast ndaj këtyre tubimeve politike. Thoni se dëshpërimi po sjell pjekuri të masave qytetare, nëse ata janë të dëshpëruar me veprimet. Unë mendoj që partitë politike aktuale që janë skenë, të gjitha tashmë janë provuar dhe nuk ka ndonjë të re në të cilën qytetarët do të kenë mundësi të shpresojnë shumë. Sidomos pas një viti i cili ka qenë i mbushur me procese zgjedhore dhe në pamundësi të realizimit atij rezultati zgjedhor, qoftë për ndërtu institucione të kuvendit, qoftë flas për grupet parlamentare ose funksionalizimin e plot kuvendit, qoftë organet e ekzekutivit ose të qeverisë. Prandaj pres gjithsesi që numri i pjesëmarrësve në fushata elektorale tjetë shumë më i vogël, e cila besoj që do të reflektoj edhe tek numri i votuesve pastaj. Kjo data 28 dhe 21 që ishin dy propozimet kryesore të kampeve politike në Kosovë, sërish mendoj që edhe njëra dhe tjetra janë prafërsisht në të njëjtën periudhë kohore ku njerëzit tashmë veç fillojnë edhe bëhen gati për festën e fundvitit, e cila është një traditë të na. Për vendet tjera mund mos me qenë rëndësishme kjo datë, po unë besoj që të rasti i Kosovës edhe të partive politike, llogaria është bo mbi atë se mërgata do t'jetë në Kosovë, duke supozu që partia që aktualisht ka shumicën e votave vetëvendosja i ka më shumë mërgatën me vete se sa partit tjera politike, të paktën zgjedhjet lokale, nëse i shohim për kandidat për kryetarët komunave, e shohim që kjo nuk është krejtësisht e vërtetë, sepse Lidha Demokratike e Kosovës ka marrë shumë vota edhe nga ana e mërgatës. Po, por megjithatë, ajo datë është një datë që përkundër llogarive të partive politike do të na tregoj se në çfarë vërtet si është e rëntuar ajo që na e njohim si mërgat, edhe e dyta shpresoj shumë që ka me qenë një datë e cila e mbyll një vit të mrapsht në Kosovë sa i përket çështjeve politike dhe sa i përket zgjedhjeve, duke na dhënë një shumicë e cila mundet me i kriju institucione. Po të referohem kështu jo formalisht me që kemi qenë kolegë doher. Si e mendon këtë punën e zgjedhjeve në prag të vitit të ri? Mënyrën se si unë e shoh... Apo e paramendon si unë, kur janë ato blerjet e fund vitit, pak muzik, pak relax, apo çka tash, kur na vinë zgjedhjet, Unë besoj se mënyra se si të ne zhvillohet politika dhe bërit e komunikimit politik është që partitë politike preferojnë situata në cilat interesimi i qytetarëve është më i ulët, sepse ato jo domosdoshmërisht janë të obliguara të kenë programe të detajuara, por mjaftojnë që me disa pika të cilat ndoshta janë fare pjesë të ndonjë programi, po dalin dhe flasin në tubime, kur interesimi është i ulët që pajtohen pra që do të jetë për shkak se është një periudhë kur secili prej nesh thjesht, sidomos pas 24 dhjetorit, është periudhë e pushimeve edhe të shumët janë qytetarët e cilët thjesht planifikojnë, mendojnë që të kalojnë kohë me familjet e tyre dhe jo duke shkuar në përtubime partijake, jo duke ndëgjuar sërish pas një viti që ka qenë të ne, se ne kemi pas fushat zgjedhore, faktikisht ne jemi në fushat zgjedhore që një vit. Pra, nëse e marrim edhe para fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të shkurtit, se zyrtarisht ka qenë janari, po ne dim që nga nëntori i vitit kaluar ne kemi qenë në para fushat. Pastaj ka qenë fushata zyrtarisht, zgjedhjet, ka vazhduar fushata të vazhdoj, kanë ardhur zgjedhjet lokale, 2 raunde, do të thotë një 365 ditë është më shumë se 365 ditë i mbushur me të njëjtat pothuajse të njëjtat mesazhe politike, dhe gjua politike. E si është e mundur që të taktizojnë kështu kur nuk ka interesim shumë, kur interesimi është që t'i mbushin sallat, të kenë njerëz. Unë besoj që interesimi është që të binden, të mobilizohen votuesit që i kanë dhe jo të rinj. Dhe ata që i kanë, edhe me 28 dhjetor,
kryesisht do t'i kem prap. Nuk është që nuk do të ketë edhe lëvizje të mëdha të njerëzve në mënyrën se si kanë votuar nga më herët deri sot, sepse koha është e shkurtë. Zhvillimet të cilat janë krijuar disa narrativa që faktikisht secili kamp politik do të përpiqet t'i kthejnë në favor të vetin dhe arritja e tyre do të jetë nëse ata i bindin mbështetësit e tyre që ata kanë të drejtë. Dhe kjo do t'jetë lufta kryesore, pra nuk do t'jetë edhe unë më shumë e shoh që do t'jetë në online edhe një fushat e digitalizuar se sa në terren me tubimet mëdha të tjera edhe për shkak të motit sepse do t'jetë me 70 orë, pra do t'jenë shumë arsye që do të na kthejnë goxha kohën e Covidit kur më shumë ka pas fushat online se sa fushat në terren. Pastaj për online veçanti do të flasim se çka do të prodhoj pastaj online, por shqipet lash për